Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vijuar akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama gjatë një takimi me të rinjt në kuadër të fushatës zgjedhore. Duke cilësuar Ramën si një arrogant të lindur, Berisha argumentoi se kryeministri është i lumtur kur të rinjt largohen nga Shqipëria. Ai e di që të rinjt e urrejnë arrogancën dhe nuk e pranojnë atë, prandaj urren ata. Më 11 maj çdo i ri dhe i re duhet të votojë për ta lënë atë në të kaluarën, deklaroi ai. Një nga premtimet e para të Berishës ishte rikthimi i TikTokut në Shqipëri, duke e lidhur ndalimin e kësaj platforme me censurën dhe trashëgiminë autoritare. Ai ishte i pari pas diktatorit që nënshkroi këtë. Sepse ai nuk i pranonte poemat e këtij personi. Dhe këto ishin vjersha për lirinë e fjalës. Helsinki wind, he called Helsinki wind, will blow also in our Ai kërkonte që era e ndryshimit të flinte edhe në vendin tonë. Helsinki wind, and as the free word, lirinë e shprehjes. Threaten their power. Nëse fjala e tij kërcënonte pushtetin e tyre, ata e varën poetin. Megjithatë, djali nuk mund të jetë përgjegjës për veprat e babait, por djali duhet të kërkojë falje si një gjest për të dënuar atë që bëri i ati, kurse Edi Rama nuk e ka bërë kur këtë. Përkundrazi, ai ka thënë se babai ishte në anën e duhur të historisë. So he has a very difficult relations. Pra ai ka një marrëdhënie të vështirë me të rinjt. The first decision will be vendimi i bringing back TikTok. Do jetë hapja e TikTokut. Because giving a blow sepse to an act of censorship. Këtë platformë për qëllime censure. Every dictatorship start with censorship. Diktaturë fillon me censurën. Kur ti nuk duron atë që thot kundërshtari, atëherë ke një problem me veten.